رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله أما والله إن الظلم شوق ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وَلَيْزَةً ndërshëm ne me emnin Allahut Azza wa Jall vazhdojmë të flasim mbi shenjat e mëdha të Kiametit. Dhe kjo është dersi ditë me radhë që flasim mbi shenjën e tretë nga shenjat e mëdha të Kiametit. Shenja e tretë, si treguam në dersin e kaluar, është faqja e Jegjujeve dhe Megjujeve. Dhe treguam prej ardhen e Jegjujeve dhe Megjujeve, duke i sjell disa argumente që na bojnë qartë se Jegjujet dhe Megjujet kanë prej ardhje prej Ademit a.s. Gjithashtu e kuptuam numrin e shumë të Jegjujeve dhe Megjujeve, si që përbojnë pjesën e njerëzve 90 janë prej Jegjujeve dhe Megjujeve dhe 10 prej tjerëve. Gjithashtu treguam se prej ardhja e Jegjujeve dhe Megjujeve kanë prej ardhje prej djalit të Nuhit, i quajtur Jafit. Po ashtu treguam se Jegjujet dhe Megjujet, si që kanë thonë dietarët, se janë fise prej fiseve të turqve apo mogolve dhe të tarë. Në veçanti kur i lexojmë hadithet e pejgamberit Allahut mbi përshkrimin e Jegjujeve dhe Megjujeve, e kuptojmë se ka lidhshmëri mes Jegjujeve dhe Megjujeve dhe mogolve apo kinezve bashkohor. Para të tregon Katadën që atë këtë transmetim e ka nxjerr Imam Tabariu në tefsirin e tij. Gjithashtu dhe Ibn Kathirin tefsirin e tij nga Katade dhe thot se Jegjujët dhe Megjujët kanë qenë 22 fis. Dhe kur Dhulqarnaini ndërtoi pendën, pasi që treguam se kërkuan një pjesë e popullit për t'i frenu Jegjujët dhe Megjujët nga çrregullimi dhe belaja që e zhvillojshin në sipërfaqen e tokës, një fis prej fisëve në atë moment nuk qëlloj në atë vend. Cili a ki fis si pas Katades, po ashtu e kanë nxjerrë dhe Mardawej nga Sudiu, i cili thotë se njëri prej fisëve ka qenë jashtë në një luftë prej luftave, dhe pasi që Dhulqarnaini ndërtoi pendën, një fis i tjerë ngeli jashtë. Dhe këto janë turqit, këto janë japonezët, kinezët dhe krejt këta të cilët gjinden me cilësi të Jegjujeve dhe Megjujeve. Pa i cili e kupton këtë rivajet dhe transmetim, e kupton gabimin e disa dietarëve të cilët
i konsiderojnë kinezët se janë prej Ya'jugjëve dhe Ma'jugjëve. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith se nuk bëhet kiameti përderisa të hini me një luftë me turqët. Dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sifatat dhe cilësitë e turqëve, siç ka thënë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E njëri prej neve thot: "A mos ka vallë për qëllim turqet e Turqisë?" Jo, nuk ka për qëllim turqet e Turqisë. Po ato janë një fis prej fiseve që e kanë pranu islamin dhe kanë kalu në islam. Pra ato rastisht nuk kanë ngel jashpendës dhe prej këto e kanë morë emnin turqe, nga se janë lonë të ekzistojnë mesin e fiseve qera dhe ju nuk janë borgos pas pendës. Si shtregum gjithashtu në dersin e kaluar, se për çështën e Ya'jugjëve dhe Ma'jugjëve nuk patën njohuri popujt e mëparsh. Me pa Allahu Azza wa Jall e njoftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi që mushrikët i dhujtarët e Mekës lipën dim prej qifoteve që ti njoftojnë me disa pyetje që ja parashtrojnë pejgamberit Allahut, e pejgamberi Allahut mos ketë mundësi të përgjigjë. Dhe njëna ndër pyetjet që ja pashtruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën dhe i thanë që njëri ke për një njeri që ka hecë rruzullin toksor. Dhe pejgamberi Allahut jo përgjigj dhe tha nesër do t'ja jep përgjigje. Mirë po erë nesra dhe mas nesra dhe kaluan 15 ditë, nuk i vjen pejgamberit Allahut wahi me hikmet dhe me urtësi që t'ja bën me dije botës. Allahu Azza wa Jall se Kurani Kerimi nuk është fjale Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga se t'ishte qenë fjale e Muhammedit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i ishte përgjith nesër. Mirë po Allahu e qërtoi pas 15 ditë dhe i tha mos thuaj që nesër ka me bon një send pa thonë inshallah, nëse donë Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë sure për në këtë kaptin të kaptinës keth, jo përgjith di pyetje që ja pashtruan, dhe në surën Isra o përgjith për pyetjen e tretë. Pyetja që ju interesoj dhe që patën dëgju për një njeri edhe pse s'kishin haber, ishte thamë Dhul-Qarnain, një njeri që shetiti botën dhe sundoj botë. Dhe dersin e kaluar, treguam se Sufjan e-Thauriu ka thonë, 4 njerëz në histori e kanë sundu botën, 2 prej atinve kanë qenë musliman dhe 2 të tjerë kanë qenë jo musliman. 2 musliman që e kanë sundu botën është Sulejmani a.s. djali Daud, dhe i 2 prej atinve është Dhul-Qarnain. Pra ketë për të cilën flasmi ne që ndërtoj pendën, për të cilën pendë Allahu Azza wa Jall në disurën Kurani Kerim foli për ta. Ndërsa dio musliman që sunduan botën, që kanë ardhur në transmetim nga Sufjan e-Thauriu, po dhe ki mendim është dhe i Bashir ibn Saidit, i cili thot, njani prej atinve është Nemrudi, i diti prej atinve është një mbret i quajtur Bakhtansar, i cili ka torturu që i fut, që do qofmi pak ma vonë, se si që futët kanë shpëtu prej këti mbreti, zullumqar jo musliman, që ka sundu botë. Mirë bëndesin e kaluar treguam se Dhul-Qarnaini nuk është e vërtet se është Aleksandri Madh, Aleksandri e Macedonis apo Greqis. Nuk kem çështjen politike, ato ne ta drejtojnë këtë punë. Me rëndësi, neve na intereson se Dhul-Qarnaini pse nuk është Aleksandri Madh. Për 3 çështje, shkurtimisht, e para prej atinve, se Dhul-Qarnaini ka qenë musliman, besimtar, Aleksandri ka qenë jo musliman. E dita prej atinve, thuat se Dhul-Qarnaini
e ka pas ministër këshilltar të vetin musliman, e ai ka qenë Khadiri apo Khidri, ndërsa Aleksandri i Madh e ka pas ministrin filozof dhe jo musliman. Dhe e treta prej atyre, dhe kjo është më e rëndësishme, se Dhulqarnaini ka jetu në kohën e Ibrahimit a.s. ndërsa Aleksandri i Madh ka ardhur 300 vite para lindjes së Isait a.s., që diferenca mes dive më shumë se 2000 vit. Mirë po për çka i kanë thonë disa komentatorë Dhulqarnainit komentin e këtij ajeteve se ka qenë Aleksandri Maqedonisë. Ka thonë për çka se ka mundësi Aleksandri i Madh ta ketë morë këtë nofk dhe ta ketë emërtu vetën Dhulqarnain, nga se ka dëshiru ta pushton botën dhe ta sundon. Pra normal se dhe në histori njihet që njani ka qenë i madh, edhe fëmijëve jalon emrin e atij që ka qenë i madh, apo njani i cili ka kri një vepër shembullore dhe dikush emërton vetën e atij bëhet komandant filani, edhe pse saktësisht nuk ka shkojnë ai komandant. Me rëndësi Allahu Azza wa Jall në rëfen Kurani Kerim, jo në manirë detaje për çështjen e Dhulqarnainit. Treguam se i kanë thonë Dhulqarnain, treguam dhe emrin e atij saktësisht si e ka, treguam mendime të ndryshme. Me rëndësi Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn. Pra ti o Muhammed të pyesin për Dhulqarnainin. Qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Unë do t'ju njoftoj vetëm diçka që juve ju nevojitet. Të dini për ta. Dhe çka na njoftoi Allahu në suratul Kahf, na njoftoi për 3 udhëtime të Dhulqarnainit. Tregon se Allahu Azza wa Jall është ai i cili ja nënshtroi tokën Dhulqarnainit. Dhe Allahu i dha fuqi dhe ushtri dhe krejt çka i duhet një qeveritari. Allahu Azza wa Jall ja nënshtroi Dhulqarnainit. Udhëtimin e parë që Allahu na tregon në Kurani Kerim ka udhëtuar në anën e perëndimit derisa ka arrit dhe ka pa diellin duke perëndu. E ka pa diellin me një vend që perëndon të thotë Allahu në Kurani Kerim me një balë të zezë. Apo si pas leximit tjetër kirajetit Kurani Kerimit, e ka pa duke perëndu diellin me një burim që kishte ujin e ngrohtë. Thash nuk dim detale se kua, edhe pse disa shkencëtar kanë folën këtë tematikë, po neve s'na intereson shumë, po na intereson pse Allahu e ka përmend kështu. Ka desh me tregu Allahu se ka arrin në skajt botë, në skajt të tokës, pas asaj që ka dingë, uj, pra i cili është në brengdet të një deti, në kohën e perëndimit, çka i duket se dielli ku perëndon, në uj. Ai që janë shkretin, i duket se dielli perëndon në rërë, në zallë, kurse ai cili janë mal, i duket se dielli perëndon mas malit, mas kodë. Me rëndësi Allahu Azza wa Jall s'do me na tregu diçka që neve shumë në nevojitet se ku perëndon dielli, nga se pejgamberi Allahu na ka tregu se dielli perëndon në arshin e Allahut i ban sejtë. Kjo është e qartë dhe hadithe të vërteta, ku do të flasmi për lindjen e diellit për kahon e perëndimit. Tha e gjetë Dhulqarnainin i popull jo musliman. Dhe Allahu i dha të drejt Dhulqarnainit, si don të dënon atë popull, e si don mos të dënon. Dhulqarnaini çka zgjodhi? Tha Allahu Azza wa Jall, ato të cilët bojnë s'rregullim dhe nuk i nënshtrohen thirrjes time do t'i ndëshkoj, e pastaj te Allahu Azza wa Jall do të shkojnë, ku Allahu do t'i nënshkon edhe më fort. Ndërsa ato që e pranojnë davetin, bëhen musliman, i nënshtrohen Allahu Azza wa Jall, tha do t'i shpërblej.
Allahu ja pëlqejti zgjedhjen e Dhulqarnejnit. Pra mbretat e drejt kështu bojnë. Kriminelt i dënojnë, njerëz e drejt i shpërblejnë. Ndërsa zamanin ton kriminelt udhëheqin të drejt burgosën. Pra simboli i mbretit, qeveritarit të drejt, që në dëshkimin të merë, ai cili ka bo krim. Ndërsa ai cili ka bo të mira, ai të shpërblejt. Për këtë asi Allahu Azza wa Jalla Dhulqarnejnit ja mundsoi ta pushton rozovin tokson, pra Dhulqarnejni si arriti që kejt bota të jetë në sundimin e tij. Me shpat dhe kamxhik, apo me ditë tjetër, kemi tregu ju në Khorasan, ka në Omer ibn Abdulazizit, kur ka shku njani në Khorasan, nuk e din ndoshta ka pas dhe shqiptara gjë. Kur ka shku ki, i ka thonë këto s'morin vesh ndrishe veç me kamxhik. Pra, janë mesin e një popullatën që nuk drejtohet vetëm me dajak, vetëm me nërverhoxën me jabrun. Dhe asaj letrët, Omer ibn Abdulazizit dhe i tha, one jam mesin e një popullatën që këto nuk drejtohet vetëm me shpat dhe me pendrak me kamxhik. Ta po me lejo, ta që ti përdori ta drejtoj këtë popull, tha se unë e di me drejtu. Ta ke dhep, ke rejt. Ta vallahi Allahu nuk e drejton një popull vetëm me di elemente. Pra ne këtë mesazh ja përcelmi gjitha tinëve që mendojnë se me dajak, me torturan, me kamxhik dhe me shpat e drejtojnë një popull. Omer ibn Abdulaziz ka thënë, jo vallah, sa po një popull drejtohet me të vërtet dhe drejtësi, me hak, me të drejt dhe me të vërtet dhe me drejtësi. Tha se Allahu ka thonë Kurani Kerim, inna Allahe la yuslihu amel el mufsidin. Allahu nuk e përmison veprën e mizorëve, e çrregulluesve, e të padrejtë. Pra Allahu nuk i jep bereqet ati që e përdor dhunën, ati që e përdor terrorin dhe ati që e përdor kamxhikun. Kanë Allahu kujnë Allahu t'i jep bereqet. Allahu i jep bereqet dhe më kom një shtet, edhe nëse anë jo musliman, nëse sundon në to drejtësi. Pra drejtësia dhe vërteta është vegël që e përmison një popull. Pa ata Dhulqarnejni bani drejtësi dhe të vërtet në atë popull që Allahu Azza wa Jall ja nënshtroi atë popull. Pasi e kriti misionin, o kthi nga lindja dhe Allahu tha, e gjet një popull të cilët mesatinve dhe rrezëve të dillit nuk kishin mbulesë. Disa thojnë, kanë qenë popull lakorit që petka nuk kanë vesh. Dhe Dhulqarnejni i dhuroj atyre petka dhe i mësoj si me jetun këtë dunjon. Ndërsa disa të qertë thojnë se kanë qenë një popull që s'kan dit me ndërtu ndërtesa, e as qadra më mbrojt prej diellit dhe Dhulqarnejni i ka mësu ato. Që të merë Dhulqarnejni udhtimin e tretë, edhe kja është udhëtimi tretë që neve më së shumë t'in këtë tematik në intereson. Tha Allahu Azza wa Jall i mërë sebebët, pra e mërë rrugën si duket Kaveriu. Pra prej lindjes Kaveriu, shkon Dhulqarnejni derisa e gjenë një popull, thot Allahu në Kurani Kerim, la yakaduna yafqahuna qawla. E gjenë një popull që mendzi se komunikonte me to dhe u mirë të vesh. Mirë po ki popull e kish një problem. Çfarë problemi? Se në mesin e këti popull, afër këti popullit, jetonin gjugjët dhe me gjugjët. Për këtë arsye kur e pon këta këtë mbret, me fuqi të madhe, jo drejtuan me një kërkes dhe kërkuan prej Dhulqarnejnit që të ndërton një penë, në veçantim, me një griku prej asaj grike dilshin, je gjugjët
dhe me gjugjet dhe bëjshin çrregullime në shtetin e tyre, në vendet e tyre. Dhe kërkuan prej Dhulkarnejnit dhe thanë, lip sa duash të paguaj. Mirë po Dhulkarnejni, mu ke harrojt mirat e Allahut Azza wa Jall, nuk tha, tash mu ka dhonë rastin shfrytëzoje. Për dit ministër, kryeministër nuk të bojnë. Tash e kije rastin 4 vetë, mo nuk kije rast. Tha Dhulkarnejni, atë që ma ka dhonë Allah, a shumë e mirë të unë, se sa atë që ju ma paraqitni. Pra mbretët e drejt nuk korruptohen. Jo e dini ngjarjen e Ashames, mbretit e Etiopis, cili ka qenë mbreti i drejt dhe pejgamberi Allahut i ka drejtu sahabët të bojnë hijret në Ashame. Edhe mushrikët ja çojnë më vonë Amr ibn Asin dhe Abdullah ibn Rabia me i kthi musliman prap në Mekë, që ato të zhvillojnë tortura mbi to. Ashame me vete munën e dije dhe dhurata dhe rishvet. Çka i tha Ashame? Tha ndëgjoni. Tha Allah ma ka rikthi këtë post ku jam unë pa rishvet. Sëm takon mu e me mori rishvet. Allah ma ka dhonë këtë pozit pa u korruptu. Si? Tregon Abdullah ibn Zubairin, e tregon se ndodhia Ashames mbreti Etiopisi, Allahu ja ka rikthi pozitën ati në Etiopi. Ke ka pas një bab të drejt. Baba i ti e ka pas një vllau i ti ka pas 12 gjem. Dhe ke transmitim e transmiton Aish. Tregon se si Allah ja ka rikthi Ashames postin për i shvet. Pa ata Ashame ja ka dhënë besën Allahut me bon drejtësi. Nga se Allahu ka bon të drejt. A keni dëshirë me ditë drejtësinë Allahut Azza wa Jall, si e ka bo me Ashame ibn Abgjeri. Baba i ti Abgjeri ka qenë mbrap i drejt. Me gjitha ta e ka pas huni gjallë. Atë gjallë është Ashame, që Allahu ja zgjerën gjokshin, e pranon islamin, dhe pejgamberi Allahut Medine ja fal namazin e gjenazës. Dhe fat, ka vdekën Allahu joni drejt, dhe i mirë në Etiopi Ashame, që i strehoj 14 vite me radhë sahabë, shokët e pejgamberit Allahut. Dhe nuk u korruptuar, nuk u shit për të qerë. Ashame tregon Aisha se etiopianët ishin race përzime. Historie gjatë si kanë ardhur, me rëndësi etiopianët kishte çka mos nda. Dhe thanë nëse doni që mbretëria me na zgat pak ma shumë, ta mismi Abgjerin, se nga se nëse ki vdes e ka unë i gjallë, Ashame, aj e zavencon edhe vdes aj dhe na i morin qeverin. Po pe mismi na Abgjerin, e pe kalojmë qeverisjen të vllau i ti, e nëse vdes aj ka bol fmi 12. Atëre na, qeveria jonë zgat, dhe e banën këta. E mitën e Abgjerin, pasi që e mitën e Abgjerin, e zgjedhën bret vllaun e ti. Vllau i ti kishte nevoj për Ashamen, nga se Ashame ishte njeri meqë, deri se afroj shumë qeverisjen e ti, dhe atëre mbledhën etiopian dhe thanë, po në rrezikohet qeverisje, kisit vdese, ka me alon dorë Ashames, kështu që na që po dojmë me hik pe asaj prap do të bim ta. Pa ata që akullzojmë këtine, ose ta mise Ashamen, ose ta shese ta përzon. O mledhen, të ke dhe i than, ose mbytem, ose largoje, se për ndryshe na nuk jemi razin këtë manirë ti të në qeverisësh. Tha, subhanallah, jam i të të babën ati dhe unë të amis gjallin e tërë. Jo dhe më toni me një krim të tilën, s'ka mundësi të bajnë të apo peshes. E qitin pazar, e shiti me 600 apo 700 dirhem Ashamen. Pra Ashame gjali qeveritarit mbretit, shitet në pazar. E u shit edhe aj zotnia e morë Ashamen dhe u thojnë venin e ti. Kaluan disa ditës,
Dhe Kimbreti del një ditë kohë e shiut, duke hecë në baqën e ti e gjunë Rufeja dhe e mbyt. Pasi që e mbyt, e zavendëson gjali i pari ti për gjemve t'imdhen, e zavendëson këta pasi të zavendësojnë, e shofin se a i fillon me bo tortura ndaj popullë. Dhe e shofin se kis ka në ajtë që po vlejka me qenën në vend ati që e kena po drejtësi. Pra populli përmallohet për drejtësin e Ebgjerit dhe dishin për drejtësin e Ashamës. Qka banën? Ta në hulumtoni lipne atë gjallë ku e kena shqit dhe rikëthene prapë qeverisë. Dhe e lipën e gjetën, e pronën Ashamën, e rëzun ata pi posti, e pronën Ashame ibni Ebgjerit, prapë e banën brez. Dhaj që e blejti erdhë, i pari që pa ankohen qeverisje në Ashamës të ja Ashame. Populli jot ti e qiti, unë i dhash parat dhe të mora ti. Ato erdhen, ma morën atë që e blejta, as lekët s'mi kanë dhonë, edhe robin s'malar. Për ata tha unë i du ja lekët, ja robin. Ashamën drejtsin e parë që ta boja, e të boj popullin dhe thaj popull. Tha vërtet ju jeni ato që këtia keni shit një robë. Ja këthenja një robin ja parë. Tha një vëlla parët për ja këthejnë, es për këthejnë me robin, se na paket të robë që e shite me pomë se shka kena e. Ashame u këthin qeverisje pari shvet, pa ta tha Allahu mari këthej. Perandorin mari këthej, qeverisjen e babës tim pari shvet. Am takon mu të bajri shvet? Që ne që parashtrojmë një pyqe këtirve qeveritarve bashkohor në veçantin periudhën të cilën, periudhën e premtimeve. Me korruptime apo pa korruptim? Si do të fitoni post? Do të fitoni me drejtësi apo me pa drejtësi? Për këtë arsye, Ashame ja po hajrin drejtësis, që Allahu ja zgjeroj gjoksin dhe shkoj të Allahu azza o gjel musliman. Keshte edhe Dhulkarnein, kur jo paraqit populli, ndërtona një pejnë po të pagujmë sa duhet. Shka tha Dhulkarnein? Dhulkarnein jo përgjith dhe tha, ma me kenni rabbi khajr, atë që ma ka dhonë Allah, a shumë me e mirë se atë që ma premtoni jo. Po unë e një kërkese kam për juve. Qfar? E shef popullin dembel. E shef popullin s'ka qef me punu, ka qef në social në me jetu. Tha fe i nuni biku. Tha unë i amaroj atë që e kërkonim, dhe unë do të financoj vetëm një kusht, të mdimoni ju. Dhe ju të leviz një pak. Fe i nuni bikua, e gjal bejne kum wa bejne adma. Që mes jush dhe je gjugjit dhe me gjugjit, jo një pend e ndërtuar prej cimente apo prej guri, po do që ndërtoj radhmen një fortifikat që s'kan mundësi kur ata me biru, s'kan mundësi përmi ata dhe me dojë. Ta do të një bu. E finansoj Dhulkarneini si e ndërtoj këtë bend. Inxhinierët bashkohor le të ndëgjojnë se si ndërtohet fortifikatat. Ato, vërtet, ka kulla këtë si përfaqën e tokës që ndërtojnë me heku. Me gjithata, për çka kullat e tire nuk janë të fuqishme si pende e Dhulkarneinit. Përshkruat se i thot Dhulkarneini atuni Zuber al-Hadid, mbledh një hekë. Pllakat të cilët do të ndërton Dhulkarneini pendën me heku. Si e ka ndërtu? E ka morë një pjesë të hekurit më. Edhe anash i ka nu dëruj dhe qimir. Kështu përshkohet disa transmetim. Pra Dhulkarneini e ka nu një plak, një tull të hekrit, dhe në vend qimentës apo të mbërshjelle me bal, e ka mbërshjell me dru dhe me qimir. Pra ndëgjo, e ka ndërtu deri sa ka arrit lartë me zdi kodrave ka të grikën,
e ka arrit në fund, e pastaj Dhul-Qarnejni, si që ka përshkujt Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, i ka thonë unfuku, frin. Kuj mi fri? Zjarmi. E kanë kallë zarmi nërë, dhe zarmi i ka vezën drujt edhe qimirit. Ndërsa Dhul-Qarnejni ka thonë tash berëm bakër të shkrim, dhe ka jedhë pja gjënallë. Në vend ku ka qenë druni dhe qimiri ka një bakë, edhe kanë gjitë hekur me hekë. Pra Dhul-Qarnejni këtë manirë e kanë ndërtu këtë bend, edhe pasi që e kanë ndërtu, pra kur a gjikë qimiri, edhe a gjikë edhe drunjët, në vend qimiri dhe drunit, ka një bakri. Dhe s'kalon vrim, dhe s'kalon zbrastir, dhe a bon një fortifikat e fuqishme, që ka thonë tash, nuk munden as me biru. S'monën me shpu. Po as që kanë mundësi me dalë për mi. Njani pyt, pse ato s'marojnë shkallë me dalë për mi? Ha? Për këtë përgjigje do të përgjigjen dersin e arsh. Pse ato s'dalin për mi? A vërtet janë aq të morë, s'din edhe shkallë me maruh? Apo nuk kanë mjetë edhe drunjë? Do të përgjigjmë? Dersin e arshëm që ato nuk dalin për mi. Dhe do të shohmi me 3 mrekulli që Allahu Azza wa Jall na i tregon për atë popull që jeton mas asaj pendem që ka ndërtu Dhul-Qarnejni, e pastaj pasi kriti Dhul-Qarnejni, çka boni? A shkujti një plog dhe tha kjo është ndërtu me vitin kaq, me financat e filan njeriot, apo e shkujti me datën bubon hapja dhe ndërtime, apo nuk e boni Dhul-Qarnejni, po tha hadha rahmetum min Rabbi. Kjo është rahmet për Allah, prej anës Allah. Mos me pas qenë që kjo pend në gazepin sot e kishmi pas për atin. Epse ndoshta dikuj ju në që ke ma shumë kefi se vota kishte pas me pas ma shumë. Me gjitha ta në thot hadha rahmetum min Rabbi, fa idha jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqa. Kjo është një rahmet i Allahut tim. Por ku të vej një vendimi Allah, a përshë këtë fortifikat, a përshë ka që buqishme, Allahu Azza wa Jall do të boje hi. Wa kana wa'du Rabbi haqqa, dhe premtimi Allahut është haq, pra kiameti është haq, si që kanë përshkujt djetarët, Kurani Kerim kër të flasin këtë tematik. Ka ishte fortifikata, ka ishte penda që ndërtoj Dhul-Qarnejni, që i mbylli 21 fis në ton, je gjogjet dhe me gjogjet, njoni prej atinve ngeli kiton, pra këtë anë është, që do të vejnë një zaman që musliman do të hinë në luft me një pjesë të tyre, dhe do të flasmi tash që vijon, se është e vërtet që një fis prej atinve ka ndalë, kiton, për çka këgone e mogolve dhe tatarve, që e kanë midë vetëm Bagdad 1 milion e gjisë musliman. A mos janë këto tatarët dhe mogolët, si që ka thonë Sejid Kutubi dhe Kurtubio, se pende e Dhul-Qarnejnit është rëno, pra do të flasmi manirë detajem, mirë po paset flasmi për daljen e Jegjujeve dhe Mejgjuje, a ka ndodh apo a do të ndodhe, si do të ndodhe nëse s'ka ndodh, pyqen të cilën mund të parashtrojmë është kjo. Ku gjindet kjo pend e Dhul-Qarnejnit? A ka pa dikush pendën e Dhul-Qarnejnit dhe a mund të shihë? Pra me emnin Allahu Azza wa Jall shkurtimisht do t'i përgjigjemi këtire pyetje. Ku gjindet penda e Dhul-Qarnejnit? Disa prej dietarëve janë përgjigjë dhe ka thonë penda e Dhul-Qarnejnit gjindet në Kinë. A ka pa dikush ta krejt e kanë pa? Deri sa janë zhvillu programe, emisione mbi pendën e Dhul-Qarnejnit. E kjo pend që e ka ndërtu Dhul-Qarnejni është muri kinez i gatë me një zaman që i ka qenë 6.000 apo 7.000 kilometrë. 6.400 kilometra apo 7.300 kilometra që e ka ndërtu kinezë. Pra si pas këti, se kinezët janë Jegjujët dhe Mejgjujët, pra të gjithë që janë aton morit kinez,
janë Jegjujët dhe Mejgjujët, dhe muri Kinez është ajo pende cila për të cilën Allahu ka folë në Kurani Kerim. Nisam që ne demantojmë me argument se muri Kinez nuk është pende e Dhulkarnejnit për këto arsye. E para prej arsjeve është se pendën të cilën flitet në Kurani Kerim e ka ndërtu Dhulkarnejn, ndërsa murin Kinez e ka ndërtu një njeri Kinez i quajtur Qin Shin Huang. Kja është njëni prej atinve që e ka ndërtu murin Kinez. Cilësit e Qin Shin Huangut nuk pajtohen dhe nuk përputhen me cilësit e Dhulkarnejnit, e para prej atinve se Qin Shin Huang kja është njëni mushrik që ka qenë jo musliman, kurse Dhulkarnejni ka qenë musliman. E dita prej atinve që muri Kinez nuk ka pende e Dhulkarnejnit, nga se muri Kinez është indërtuar prej tullave dhe pllakave të gurit. Muri Kinez është indërtuar prej pllakave të gurit, gjithashtu prej tullave, ndërsa penda e Dhulkarnejnit me çka ishte? Hekër dhe bakër. Si ka mundësi që Allahu të thotë Dhulkarnejni e ka ndërtu pendër për hekrit, ndërsa muri Kinez dale ma istam në përfundim me plakat gurit. E treta prej atinve është se penda që e ka ndërtu Dhulkarnejni është ndërtu me një grik me zdikodrë. Kështu Allahu thot, është ndërtu në grik me zdikodrë, ndërsa muri Kinez është ndërtu në korrizin e malëve, në majet malë. Pra ata e ka ndërtu në malë, normal për të mbrojt shtetin e tyre, dhe për këtë arsye si mund të jetë muri Kinez, penda e Dhulkarnejnit, kurse penda e Dhulkarnejnit është në grik që i ka lidh dimale, ndërsa muri Kinez nuk i lidh dimale, po është indërtuar në korrizin apo në shpatët e malëve. Dhe gjithashtu muri Kinez dihet ku anë dhe njihet sa i gjanë, sa i madh, sa i gat, ai i cili 75 metre e ka themelin, vonë përfundon 4 metre e gjis parafërsisht dhe është i nalt 7 metre e gjis, pra këto cilësi nuk i përmban penda e Dhulkarnejnit. Gjithashtu Allahu ka thonë për pendën e Dhulkarnejnit ajo nuk shpohet, nuk rënohet. Ndërsa muri Kinez shumica prej asaj është rënu, po ka shumë vende që shkëputet muri prej muri dhe njerëz kalojnë. Mu paskon Jegjujët dhe Mejgjujët se kishin lanë as një vrim për e shfridzu pa na dal kiton. Po me gjitha ta njoni thot vëlla dhe Kinez dhe të na erdhen. Po me gjitha ta thash nuk përputhet me cilësi që Allahu Azze wa Jell ja ka përshkrujtën mu pendës e Dhulkarnejni që ka thonë Allahu në Kurani Kerim femestau e jedharu. Nuk diskutohet se kanë mundësi me dalë për mi. Kurse ato për mi hetë. Derisa në atë kohë ujnë e kanë rujtë shtetin e tërë, por dhe grunin malet e kanë qytë në për male për shkurti e kanë qytë mullin. Në përmes majës se këti muri, ndërsa Allahu Azza wa Jall thot, Kurani Kerim për pendën e Dhulkarnejnit, femestau e jedharu, wa mestatau lehu nëkba, as që kanë mundësi me shpu, ndërsa muri Kinezë është shpu në shumë vende. Kja është mendimi i parë. Mendimi i dytë, thuan se muri apo penda e Dhulkarnejnit që është ndërtu është në Ermeni. Në Ermeni, që ka konflikt bashkohor Turqia me to. Do me thonë kja është pretendimi që i futëve, të cilët thonë se mbreti asaj kohë i quajtur Korsh. Mbreti Korsh ka respektim të madh që i futët, nga se ki mbret i ka shpëtu që i futët prej robëris së Babilit. Për këtë arsye, ato kanë thonë se ki mbret Korsh i quajtur Korsh ose Korsh është Dhulkarnejni, ndërsa penda e ndërtuar e quajtur Babul Ebwab, e cila gjindet në Armeni, është penda e Dhulkarnejnit. Ne nuk pajtohemi gjithashtu me këtë mendim
për çkak se cilësit e Kurshit me Dhulkarneinin nuk përputhen fare. Pra cilësit që ja ka përshkujt Allahu Azza wa Jall Dhulkarneinit nuk i ka posedu dhe nuk i posedon Kurshi, po mos të nalmi shumë të cilësit e dita prej atinve, na i pismi që i fotët dhe i thojmë, kjo pen që pretendoni se a pen, apo kimur që është indërtu në Armeni, a është prej hekurit dhe prej bakrit, thoj njo vëlla, po aja është prej plakave të gurit, pra dhe ki mendim nuk vlen. Mendimi tret, që kanë anu disa djetar, që të pretendojnë se pende e Dhulkarneinit është ajo e cila është gjinë me një zaman, është gjinë me një zaman, një pende quajtur Babul Hadid, dera e hekur, e cila gjinë më afër qytetit Tirmidh, që në takon një djetari hadithit, që e qujmë në e ka transmitu Imam Tirmidhiu, pra kja është një qytet që gjindet në vendin e Rusisë së sotme. Pra si pas këtinve, këto pretendojnë se rusët janë Jegjujët dhe Megjujët. Si pas këti mendimit, që pretendojnë se kjo pen gjindet në Tirmidh saktësisht në një qytet i quajtur Belkh, nga se një dietar gjerman i quajtur Sild Borger e ka registruar në librin e atij dhe ka thonë se pendën të cilën e kam pa në këtë vend, pra mes Semerkandit dhe Indis, në ato vende, thot kja penda që përshkrua që Dhulkarneini e ka ndërtu. Gjithashtu i është bashkangjit këti mendimi edhe një historian spanjol i quajtur Clapijo, që në vitin 1403 ka bon disa vizita dhe shëtitje në përbot, dhe në librin e ati e ka shënu se e kam pa pendën e Dhulkarneinit dhe ka përshku që gjindet në këtë vend. Mirë po ne nuk pajtomu me këtë mendim për shumë arsije, për njëna për arsijeve, se kjo pendë që pretendojnë këta djetartë nuk gjindet ashtë, arrënun, kurse Allahu Azza wa Jall thot në Kurani Kerim, na tregon se kjo pendë s'ka mundësi të rënohet derisa dvene vendimi Allahu. E ku dvene vendimi Allahut është afru kiametin dhe kanë me dalë Jegjujët dhe Megjujët, e saktësisht në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se Jegjujët dhe Megjujët kanë me dalë në kohën e Isa i birit Meriemit. Pra Isa e ka zbrit? Jo. Penda është rënu para se me zbrit Isa i biri Meriemit, pra Jegjujët dhe Megjujët ende janë të burgosur dhe nuk kanë dalë. Mendimi katër është i një djetarit bashkohor, i cili në librin e ati El Mesihu Dejjal, wa Jegjujë dhe Megjujë, i quajtur Mejdi Shahawi, i cili pak ki afrohet ma afër të vërtet, i cili pretendon se penda që e ka ndërtu Dhulkarneini gjindet në Gjorgji, afër malit apo vendin të quajtur Darjan. Dhe kjo thot e përshkun krejt cilësit si që ka nalë në Kurani Kerim të kësaj pendem, dhe thot kjo pend i lidh vërtet di male të mëdhej. Gjatësia e maleve thot afërsisht është 1200 kilometra, që këto male i lidhi njëni qetrin prej të deti i Zi deri të deti Kazvinit. Pra këto male të qinë në gjindën Kaukaz janë male të mëdhaj, që thot s'ka mundësi mund gjitë njerin majt të malit, është një Grik në Gjorgji. Është një Grik në Gjorgji, në këtë Grik thot gjindet një pend e ndërtuar me hekër dhe bak. Kja është Mejdi Shahawi, i cili sot e kam vizitu vetë dhe e kam pa në këtë gjengje, ne as nuk e mohojmë e as pajtomu, për deri sa të kemi fakte më të sakta. Ndërsa Ibn Abbasim mendon se pende të cilën e ka ndërtuan Dhulkarneini gjindet mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Pra Ibn Abbasi thuajse pajtohet me mendimin e Mejdi Shihawit, i cili thot se anë Gjorgji. Pra Gjorgjia as mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Megjithatë thash as nuk e pohojnë e as nuk e mohojnë. Ndërsa Gjemaleddin el-Qasimio në tefsirin e ti i ben mendimin e djetarve
se pendën për të cilën flitet në Kurani Kerim, ajo ngjitet me një republik prej republikave të Rusisë në Dagestan. Në Dagestan, nga se thot, në këtë vend, në kohët e lashtra kanë jetu di fise, njani prej fiseve ka pas emnin Akok, edhe qetri e ka pas emnin Makok. Edhe këto Akoki dhe Makoki, kur janë përkthin gjuhën arabe, i kanë thonë Ya'juji dhe Ma'juji. Për këtë arsye dhe kjo është një mendim i shumicës dietarëve, këto janë disa prej mendimeve dietarëve se ku gjendet penda që e ka ndërtu Dhulkarnein. Mirë po ne përgjigjemi, neve s'na intereson shumë ku gjendet penda Dhulkarneinit. Neve na intereson se kemi argumente të sakta se gjenden dikun. Mirë po pse po i ceki këto mendim? Po i cekim nga se disa dietan thojza bashkohor ka thonë këtë kohën moderne, në kohën e satelitit, po na flet për disa popoj që si ka për la sateliti si ka po. Për këtë arsye duke u bazu në shkencë shumë, runa zot kanë shku në mendimin ekstrem që e kanë mohu, ka thonë s'ka as Ya'juj, as Ma'juj, as palavra. Këto njona prej atinve ose rusët janë ose kines, si mos jenë që ato s'ka. Për këtë arsye e thot për shkak se na jetojmë kohën e satelitit dhe satelitit nuk ka mundësi që ti mshefat dhe një sen. Mirë po Imam Shankiti është përgjigj këtinve dhe i ka thonë se na e dim Kurani Kerim Allahu Azza wa Jall na tregon për Ben Israilet të cilët kanë met me një shkretin 40 vjet. Me një shkretin 40 vjet. Kanë ecë në ditën me një vend. Se ne kanë gjetë Palestinë. Edhe pse Palestina si ka gjisore prej turi si i nas në Palestinë. Mo ma e çuditshme aqis janë taku me asnjë njeri. Dhe Ben Israil kanë qenë njerëz shumë, 70.000 vet, apo një transmetim thot 700.000 vet, që e kanë kalu detin e kuq me Musajn dhe Harunin, kanë ecë 40 vjet, Allahu i ka dënu me një vend. As si ka mundcu me gjetë rrugën, me gjetë me arrin Palestinë, as ja ka mundcu mu taku me dikan, mu konsultu me to. Mirë po normal se ne, kur i flasmi për Ben Israilve, disave të cilët të logjikës, njerëz e logjikës, normal se ke vështirë për kakse, edhe për këta i do këtë atin me pralla, edhe pse ati që i do këtë pralla nuk i takon mo këti dinit Allah të zoqel, po neve këtinve njerëzve të logjikës, ja parashtrojmë një pyqe, masi satelitje atë shumë do me thonë, s'ka me të sen pa inqizu në tregoni, për trekonshin e Bermudës ku gjindet, çka ka nda, si po fundosën anijet, kush është aj në të inqizojnë satelitët, apo satelitës janë përqendruan në trekonshin e Bermudës. Pra në dalin shkencëtar, në të tregojnë dhe thojnë se sateliti në trekonshin e Bermudës na ka inqizu ketë dhe ketë dhe ketë. Normal se s'kan mundësi, as s'kan aftësi, në nënkopton dhe tregon se sa të përparon bota, prap s'ka mundësi të din çdo sen, s'ka mundësi të inqizon çdo sen. Dhe ne kur folëm për Dejjalin, na i tregum haptas qarta se Dejjali është gjallë, është i prangosur me një si ujdhes, pra ato pronorte satelite në tregojnë ku është, Dejjalin në i gjenë. Na për jopi dhurat atinve nëse ato kanë aftësi dhe mundësi neve me në i gjetën Dejjalin cëllin vend gjindet dhe në të na japin informata ku gjindet. Normal se ju e dini satelitat e shumëta, disa njerë që lipën si përfaqen e tokës, janë angazhu satelitat e shumëta me 10 vite me radhë derisa me nëzi se kanë arrit me gjetë një dhe ata jo në përmes sateliti. Pra sateliti s'ka mundësi gjdo sen të inqizon dhe gjdo sen të publikon dhe të gjenë. Pra ata që i kalboni, ta evropianët duen me na një dit neve ndër, se na gjithbon jena bujar. Na japmi, sot përparojnë ato, na japmi alo ma shumë, se ato përparojnë. Pra ata thot që i kalboni, ju që i po na thoni, jemi në kone satelitave, na tregoni për polin e veriut dhe polin e lindjes, na tregoni që ka konë ta, si jetojnë, që par kryesa, që ka bojnë ata, por se ne për çdo ditë ndëgjojmë se një delegacion kanë met në akëll, kanë rëshit në akëll, kanë vdek në akëll, se shka kanë lipa që me shku, kanë lipan
me bon zbolime me pa qka ka. Po ku i keni mërë satelitin? Shkone satelitin qka po shkoni mu ngrinja që. Pra normal se je gjugjet dhe me gjugjet egzistojnë nga se Allahu Azza wa Jall na ka thonë se egzistojnë dhe ato janë të burgosur mas pendës dhe këtë pendë s'ka mundësi kjo pendë ta shpohat deri sa të vend taktimi Allahu Azza wa Jall. Mirë po njani prej neve na pyet dhe thot, po mirë be mas i ka qenë kjo pendë, a thuhet dikun që dikush mu se ka po? A mu se ka po dikush? Po normal që nëse ekziston mund mu po. E ka po dikut dhe gjallë? Ha? Njani kishtë dëshirë me po dhe gjallë. Onës po thamë me shku ju me lip ko atë dhe gjallë. As më shku mu taku se sa ka thonë pe jamer Allah të lip. A më njani ataku. I qua i tonë? Te mi me deriu, a kanë ataku me dhe gjallë. Pra si kur njani që është taku me dhe gjallin, është dhe një sahabi që e ka po pendën që e ka ndërtu Dhulkarnejni. Ndëgjone këtë hadith që në rëfen Imam Bukhariu në sahihun e ti. Edhe pse Imam Bukhariu këtë transmitim i thojnë muallakat Imam Bukhariu, pra transmitimet me pazin gjirë të Imam Bukhariu. S'po thellon në këta pse Imam Bukhariu i ben këto talikat, me rëndësib një Hajar Asqalani ja ka gjetë zinxhirin, pra transmitimi është i vërtet. Ndëgjone një sahabi, kush është ki sahabi? Ashe vërtet ki sahabi se është Medinas. Për çka se ka anë transmitime se arë një njeri Medinas dhe i tha pejgamberit Allah. Kush është ki sahabi? Në ka arë transmitime të vërteta dhe cili është prej atin. Me rëndësi transmitimi është i vërtet. Dhe i ka thonë pejgamberit Allah, ra'ejtu sed, e kam pa pendën, e kam pa pendën. Që në pendën? Pendën e Dhulkarnejnit. Dhe pejgamberi Allah e pyet ata dhe i thot, si ishtë? Si e pa? Tha mithlul burdil muhabbar. Tha si kur këmisha me vijë, si kur këmisha me viza, apo si kur këmisha me sherita. Që i tha pejgamberi Allah? Tha për një me e po se po. Tha për një me e po se po. Transmeton Ibn Hajar Asqalani nga Ibn Abi Omar në një transmetim qëtë ki sahabiu, kur e pyti pejgamberi Allahu tha si ish? Tha një sherit një viz ishte e kuqe, qetra viz ishte e zez, pasaj viza e kuqe, qetra viz e zez. Tha e pas e po? Dëshmi e pejgamberit Allahu. E pas ka po? E pas ka po? Po Ibn Kathirin Bidajetun Nihaja në rëfen gjithashtu se një khalife i quajtur Wathiq me emnin Harun Ibn Muhammed el Mu'tasim, nipi Harun e Rashidit, e organizon një grup dhe thot hecni në për tokë, ja pra sa ju duhet hargjime, kushqim, hecni dhe mushni me gjenë pendën e Dhulkarnejnit dhe ejani ma përshkëruni nëse e gjeni. Dhe këto kanë e s'kanë shetit 2 vjetë me radhë. Thot prej vendin vend, prej në qitet, prej shtetin shtet me radhë. Thot deri sa kena arë prarë një pende që plakën e kësaj pende e kemi po. Dhe ja përshkujnë Wathikit në që manirë si që ka arë në Kurani Kerim. Dhe këtë transmitim e transmiton Ibn Kathirin Bidajetun Nihaj. Pra ka musliman që e kanë po. Edhe si që përshkuet se është kamolet e Kaukazit. Dhe unë anojnë këtë mendim vetëm kur thamë që anojnë, unë nuk e kam po. Dhe nuk thamë 100% me rëndësi ajo ekziston dikun. Me po si duket këta janë brigjet, këta janë vende që ato kanë jetu në këtë pjesë dhe Khalifja el Wathiq i quajtur këtë delegacion që e ka dërgu këta ja kanë infru informatat se kemi pa në pendën e cila ishte prej hekuret e mbërshqelt me bakar edhe kanë thonë e kish një derë. Kështo përshkuan këtë transmitim që e kish një dritë të ma që cilën s'ka në ka pa si një jonë aqë dritë të ma. Pra në këtë manire përshkujnë, mirë po Ibn Kathiri nuk s'jel zinxhir për këtë transmitim. Për neve
na përmjafton transmetimi që e ka sjell Imam Buhariu, që i ka zinxhir dhe e pohon pejgamberi Allahut, nëse është sakt, e i transmetimi Ibn Kethirit thoi me sakt, nëse sa e sakt s'lu në rol, po me rëndësi, ndoshta pyetja që vijon, pyet dhe njoni prej neve, thave nuk është e vërtet që mundet mu shpu. A ka fillu të hapët apo jo? Kemi di transmetime të vërtetëm, që na i ka tregu, që na transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Na transmeton se penda e Jaxhuxhit dhe Mexhuxhit ka fillu të hapët. Ndëgjën e këtë hadith që na transmeton Zeynep, bashkëshortja e pejgamberit Allahut. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duflet, apo një rivajet hini prej jashtë i friksuar. Dhe tha la ilaha illallah, wailul lil arab min sharrin qad iktarab. A mjerit arab, çfarë domi dhe sherri u ka afru. Fa futiha al-yawma min radmi Ya'juj dhe Ma'juj. Sot tha është hap kaq. Penda Ya'juj dhe Ma'juj. Pejgamberi Allah e bashkoi gishtin tregues me gishtin e madh dhe tha kaq. Atër Zeynep bintu Jahsh tha, ja Rasulullah, aluhlaku wa fina salihun. A shkatromu, edhe pse mesin ton ka njerëz të mirë? Tha po, ja aj Zeynep, tha po. Idha kathura al-khabath, tha nëse e keqja, merë hop të madh, tha shkatromu. Cili është koment e këti hadithi pejgamberit Allah? Pse disa dietarë si pas këti hadithi dhe kanë kuptu se pasi që ka fillu të hapet, atëherë që 1400 ashab kanë dalë dhe kanë baru. Si kuptohet hadithi pejgamberit Allahut, mjeri arab, çfarë domi dhe sherri prit ato? Pse bash arab? Cili domi dhe sherri që është friksu pejgamberi Allahut, dhe pse është friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej vrimë sahabut në kohën kur pejgamberi Allahut e ka pa në ndër, sipas transmetimit ka qenë në ndër, e ka pa pendën e Dhulkarnejnit që ka fillu të hapët, dhe pejgamberi Allahut na i përshkruan dhe thot kaq është hap, ka fillu të hapët. Që e dosh me thonë me këtë? Kur kanë për të dalë Ya'juj dhe Ma'juj nëse skandal, cile që janë fitnë dhe sprovët e tyre, çka kanë për të vepruar, si do qetë përfundimi i tyre, çfarë manire dhe kena mundësi të mbromu prej sprovës e tyre, dhe si do të rjedhin ngjarjet pas Ya'juj dhe Ma'juj, si bashkon hadithet kur thot pejgamberi Allahu se tavafi dhe haxhi do të ngele dhe mas Ya'juj dhe Ma'juj, pra pse Ya'juj dhe Ma'juj nuk e rënojnë Qabën, kurse ato s'lon sen pa u rënu, apo vërtet e rënojnë? Për këtë këto, inshallah do të flasmi në derset të cilët do të vijojnë, me emrin Allahut Azza wa Jall, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.